ky mund të jetë udhëtimi juaj më i rëndësishëm. Misioni ynë është të zbulojmë misteret e këtij qyteti, të zbulojmë dëshmi të lëna nga kohët, dhe në fund të kemi mësuar më shumë për veten. Një muze të gjallë, me njerëz dhe histori të pandërprerë, ju mund ta shikoni në Berat. Në çdo moment hulumtim, mund të ndeshemi me një thesar të rrallë. Për turistët, ky qytet nuk është e vështirë të gjendet. Distanca e tij nga aeroporti i Rinasit është 122 km. Nëse vini nëpërmjet detit, atëherë distanca me portin e Durrësit është 92 km dhe me atë të Vlorës 81 km. Berati shtrihet në krahinën malore qendrore dhe pjesërisht në ulësirën jugperëndimore të Shqipërisë. Vendi më i famshëm i qytetit është padyshim Kalaja. Kështjella, përveç se një nga më të mëdhat e banuara në Shqipëri, mbetet edhe një kombinim i periudhave dhe stileve të ndryshme, si aty romak, bizantin, shqiptar dhe otoman. Qetësinë së shkuarës e prish jeta e pasardhësve të sotëm. Në të kaluarën mbrojtja e kështjellës ka qenë maksimale. Këtë sot na e tregojnë 24 kullët e përshtatshme për topat, si dhe frengjit për pushkët. Porta me gur të mëdhej apo muret e lartë dëshmojnë për një epokë kur qyteti ka qenë në rrezik. Monumenti antik ngrihet në një kodër 187 metra të lartë. Ka një sipërfaqe prej 9.6 hektarësh. Dhe ndodhet në pjesën e sipërme të qytetit. Një ndër gjërat që bën të veçantë Kalan për syrin e kujdo të huaj janë banorët, të cilët nuk i kalojnë të 350 familje. Jeta e tyre brenda mureve të Kalas ka të tjera përjetime krahasuar me beratasit që jetojnë poshtë mureve të saj.